Përshëndetje të gjithëve. Në këtë video do t'ju tregoj hap pas hapi si e përgatis unë një nga recetat më tradicionale dhe të dashura shqiptare. Është një gjellë me patate, unë do t'a përgatis me pulë fshati dhe kjo e çon atë në një tjetër dimension. Ka një shije të mrekullueshme që na kthen pas në kujtimet e fëmirisë dhe është për një drekë familjare plot ngrohtësi. Pasi e kam lënë pulën të ziej për disa minuta, natyrisht kjo varet edhe nga pula, e largojmë pulën nga zjarri dhe merremi me përgatitjen e gjellës. Në një tenxhere shtojmë një qep dhe 3-4 thelpinj hudhër. Nuk mungon vaji i ullirit, e vendosim në zjarr, ne presim në 2 pjesë një kup me domate pomodorini. Largojmë këtë pjesën fundore dhe i ndajmë në 2 pjesë. Qepa është bërë transparente. Shtojmë domatet. I vendosim kapakun dhe i lëm derisa domatet të shpërbëhen. Ndërkohë ne 3 domate të pjekura mirë i pastrojmë nga lëkura dhe do t'i grim në grirës perimesh. Mund t'i prisni edhe në kubik. Tomatet tashmë janë kthyer në pure, i kemi gati për të shtuar në tenxhere. Shtojmë puren e tomateve. Nuk ja mbyllim plotësisht kapakun dhe e lëm që të avullojnë lëngjet. Kemi 1 kilogram me patate. I presim patatet në pjesë të vogla. Patatet tashmë janë gati, edhe lëngjet e domateve kanë avulluar. Shtojmë patatet. I përziejmë së bashku. Do t'i vendosim kapakun për 5 minuta që patatet të zbuten pak. Në këtë moment bashkojmë patatet me lëngun dhe mishin e pulës. Rregulloj me krip. Shtojmë piper të zi. Do t'i mbulojmë me lëngun e mishit dhe do t'i lëm të ziejnë avash për 30 minuta derisa patatet të jenë zbutur dhe gjella të jetë bërë kremoze. I vendosim kapakun. Pasi gjella ka zier, jemi në momentet e fundit. I shtojmë pak rigon sipër. E fikim zjarrin, e lëm të qetësohet pak dhe e kemi gati për të konsumuar. Do t'i shtojmë pak majdanoz sipër dhe ja ku e kemi gati gjellën tonë të mrekullueshme me patate dhe pulë fshati. E thjesht, plot shije dhe plot dashuri. Nëse ju pëlqeu receta, mos harroni të lini një koment, ta pëlqeni videon dhe të abonoheni për më shumë receta. Ju falenderoj që më ndiqni.